Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së shigjetarit. Do bëjmë me leximin e radhës për ju. Të dashur shigjetar, po filloj me 4 të shkopive. Po hapet leximi juaj në fakt me harmoni, stabilitet dhe gëzim. Një periudhë ku mund të ndihesh më i mbështetur nga të tjerët, ku diçka që ke ndërtuar me përpjekje po fillon të jap frut. Kjo është energjia e një baze të fortë, qoftë në shtëpi, marrëdhënie apo projekt personal. Sigur, universi thot, shijo atë që ke arritur, mos vrapo gjithmonë drejt gjës tjetër. Shijoje njëherë, qetësohu njëherë, se shigjetari do gjërat kështu shpejt, nga që është dhe shenjë e zjarit. Mbretëresha e shpatës sjell thjellësinë dhe forcën mendore. Në fakt po mësosh, je duke u mësuar të vendosësh kufi të qartë. Dhe kjo është e bukur të dashur shigjetari, për të gjithë, jo vetëm për ju. Kufi të qartë, të flasësh me drejtësi dhe të mos lejosh askënd të manipulojë me emocione. Ajo të kujton kjo letër të kujton ndonjëherë se dashuria e vërtet nuk është gjithmonë e butë, është e sinqertë dhe drejt për drejt. Në këtë periudhë, zëri yt është arma jote më e fortë. Pra, të vëmë barjera, kufi aty ku duhet, të flasim dhe të themi atë çfarë mendojmë. Kjo është të vlerësosh veten. Dhe karroca është energjia e kontrollit dhe vendosmërisë. Do të marrësh drejtimin e jetës tënde me duart në duart e tua, sikur të ku drejtojmë timonin në makinë, vetë ne. Ka diçka që po të shtyn përpara me forcë, një qëllim, një udhtim apo një vendim që s'ka më kthim pas. Mos lejo që tërheqjet nga e kaluara të ndalin në rrugtimin tuaj tënd. Ti e ke fuqinë për të drejtuar rrugën tënde drejt suksesit apo me sukses. Dhe akoma më e bukur, 10 të kupës është një nga letrat më të bukura. Lumturi, përmbushje emocionale, dashuri e sinqertë dhe ndjenja përkatësie. Për disa shigjetarë kjo mund të jetë rikthimi i harmonisë në familje, në një lidhje që thellohet apo thjesht një ndjenjë e fortë me njohje për jetën që ke. Gjërat përshkojnë drejt balancës emocionale që ke kërkuar prej kohësh të dashur shigjetar dhe më bëhet shumë qefi nga që shigjetarët vërtet nuk e kanë patur mirë tash e një periudhë të gjatë. Kalorësi i shkopive. Në fakt, ju përfaqëson ju energjetik, pasionant, i guximshëm dhe me dëshirë për veprim. Të dashur shigjetar, por kujdes që ky zjarr të mos të çojë në vendime të nxituara. Ke fuqi të madhe për të ndezur diçka të re, por sigurohu që është ajo që vërtet e dëshiron. Dhe këtu duhet të kemi kujdes pra. Dhe vazhdojmë prapë me zjarr, të dashur shigjetar, apo isha duke thënë të dashur zjarr. Mbretëresha e shkopive përmbyllet apo leximi juaj e përmbyll me forcë, magnetizëm dhe vetbesim. Ti po hyn në një fazë ku shkëlqen natyrshëm, ku të tjerët ndihen të frymëzuar për teje, është koha për të mos fshehur më as fuqinë, as pasionin tënd. Një energji e fuqishme femrore, e pjekur, e sigurt dhe e pashmangshme. Të rrethon tani. Të dashur shigjetar, mos dysho më në drejtimin tënd. Ti nuk ke lindur për të fshehur, po për të udhëhequr. Nëse ndihesh me zjarrit dhe logjikës, dëgjo zemrën por udhëhiqe me qartësi. Dashuria, suksesi dhe vetë vlera po bashkohen. Tani është momenti yt.